Shqip kanë folë, Shqip kanë komandue, por edhe nonën tjetër, të padishojt kanë qenë shqiptarët bashkë me perandorin, bashkë me ushtrin që i thojnë turke, e kanë qenë ushtarë shqiptarë. Pra, ushtarët e rekrutuar shqiptarë kanë luftuar kundër vëllezërve vetë në Ballkan. Se Bosnia ka volë Shqip deri në fillet e shekullit 20. Prandaj këto probleme që na nuk i kuptojmë këto gjëra. Shumë herë ne jemi vrarë vllau me vllan dhe akoma kemi kontradikta vllau me vllan që na shikojnë shtrëmbër. Ne duam t'ju themi, ore vlezër, po kemi të njëjtën origjinë. Pse duhet të zihemi e të grihemi e të quhemi unë i fisëm e ti e barbar, kur origjina na çon në të njëjtën konvergjencë, të themi. Doja të bëja 10 sekonda një... Zoti Nezhmi... Duhet jem vëmendshëm. Po. I nderuri Fredi. Po. Duhet jem vëmendshëm. Për arsye se 100.000 shqiptarë që janë ortodoks Macedoni e ngjiten plisën, kurse na që shkojmë në për xhamia, ju thojmë janë armiqtë tonë. Po. Ashtu ashtu? Ha? Janë një përqindje shumë e madhe shqiptarëve ortodoks në Maqedoni. Jo, ortodoks në vija ortodoks. Po. Edhe, na sot patëm shomëcën historike, që mas ju shliru për Jugoslavia, Macedonia, vetë Macedon që kanë qenë me origjinë shqiptare u deklaruan shqiptarë. Madje, zoti Nezhmi, në kohën e Miloševićit, në Maqedoni, Valvitesh flamuri shqiptar lirshëm dhe flite gjuha shqipe lirshëm, kurse tani këta që kanë më të egër në Milošević, ta s'po lejojnë më gjuhën shqipe, s'po lejojnë flamurin shqiptar. Po këto është një problem. Se problemi pse tash kanë ngjetë shqiptarët e Maqedonisë e ka problemin ky zotëriu që janë pushtet në Kosovë, Albin Kurti, që shumë nga Shqipëria kjo një majtes, një marksist-leninist, nën Rogaz bashkëpunon me Serbi, a klej paracitet si patriot. Sikur Abazovici, Dritan Abazovici, krejt e trulloj politikën shqiptare, e trulloj edhe në Kosovë edhe në Shqipëri, e krejt, e shkoj janë nënshkrujti, e shkatroj autoqevali në Malit Zi, dhe janë nënshkrujti priftnisë ruse dhe priftnisë serbe. Sot, për shumë priftrisë serbe në Malit Zi, kanë të drejt në për shkolla me mojt ligjërata në favor të Serbisë dhe të Rusisë. Për herë të parë, këtë e boni Abazovici, anti-shqiptari maj madh, Dritan Abazovici, anti-shqiptari maj madh i kohëve moderne, i paraqitur si patriot, e nën Rogaz anti-shqiptar. Po, atëre pyete, po ti ishe që ashtu po thoni juve për zotin kryeministër aktual të Republikës Kosovës, për zotin Kurti. Atëre pse ai nuk toleroi për të ruajtur kufit e paprekur të pjesës në Mitrovica e Gjetë? Ai nuk u troj. Kufit Sazan. Urdo. Unë këtë realitet në Kosovë një ma mirë. Kufit faktikisht janë garantue me marrëveshjen e Brukselit vitit 1913-15. Po. Për herë të parë vendosen doganat, vendoset policia jonë, edhe transformimi, ku për herë të parë edhe policia që janë në veri mbi 600 e veshin uniformen e Republikës Kosovës. Vazhdon pjesa e gjykatës supreme që ka vepruar me ligjet Kosovës edhe në veri. Normalisht ka qenë një njeri Radoshić një bandet me kriminalët e vetë, që edhe disa individ këto edhe shqiptar kanë pas shefat zonë me lonë palez, edhe Serbia edhe një pjesë e individve në Kosovë, njërë që të shkëmbejmë tregti e mallra, pa dogon, pa si duke shkatru ekonominë e Kosovës. Mirë, që tash na qka është mirë, që ka bot dikush mirë, i themi mirë, që ose o vendos një rend edhe një lizë në veri, o vendos sovraniteti. Mirë, po na në Kosovë për ditë po shkatrohem edhe materialisht, po shkatrohem edhe me miq, po shkatrohem edhe me aleat tonë, që ky zotni e ka prish Kosovën edhe kombin tonë. Ky është marksist-leninist.
profesori imi nderuar, ku kom diplomua, unë e studentat nderuar, marksizm-leninizm është pan-slavizmi. Termi marksizm-leninizm o vi pan-slavizm. Dhe kjo ideologji pan-slaviste në krye me Rusina në tërë botën. Prandaj nuk mund është timen është, na kemi ndërprer dhe marrëdhënie strategjike me Shtetet e Bashkuara. Me rëman, ky zotëri që janë po shteti ka ndërprer. Meq që 78 ditë kanë bombarduar, edhe me kerozen janë mush najl, aeroplanat B-2 s'kanë ateruar kërkun në Evropë, e janë kthyer përsëri në Amerikë, 78 ditë kanë bombarduar soldateskën serbe. Atëre si e shikoni, profesor, si e shikoni vendimin e fundit? E qartë, pak dinamizëm. Si e shikoni vendimin e fundit të Bashkimit Evropian për heqjen e sanksione kundër Kosovës? Është një meritë e qeverisë, është ndaj Kosovës ato kanë qenë të padrejta, mirë po. Ky zotëri ato janë vëse shkas se kë asnjëherë me grupin e Kfintit dhe me faktorin ndërkombëtar nuk ka bashkëpunuar në proces. Sepse edhe faktorin ndërkombëtar për tërësinë e Kosovës është për sovranitetin e Kosovës, por natyrisht na duhet me pas aftësi me integrua sert në jetën shoqërore politike të Kosovës. Bukur. Dhe pyetja ndoshta e fundit, si do duket kjo që zoti kryeminist Albin Kurti në një takim me disa biznesmen në Ferizaj thotë që zonat tona industriale që janë përqendruar në Ferizaj në Gjilan është normale që të punsoj shofta një zhvillim ekonomik, po ardhje të punëtorëve nga jashtë si Indian, Bangladesh, Pakistan dhe quante zhvillim ekonomik ardhjen apo zëvendësimin e punëtorëve cilët aty ikin për Gjermani, është normale thotë ai, si Gjermania thoshte Albin Kurti, që merr punëtorë nga jashtë, edhe ne mund marrim punëtorë nga jashtë, që për mua nuk është njësoj. Që për mua krahasimi jo vetëm që nuk gjan, po jo vetëm qalon, po është i panevojshëm krahasimi për kushtet e Shqipërisë apo të Kosovës. Se njëta gjë ndodhet në Shqipëri pra. Si mendoni, për mua është një pikë minus apo një gjë shumë e rëndë që një kryeministër stimulon ardhjen e tuajve dhe nga ana tjetër për mua quhet stimulim dëbimi i punonjësve të vendit ose i qytetarëve të vendit. Urdhë. O nderuris Po. Ky e ka varfruar Kosovën për i ka ndërprer 7 miliard investim. Po cili është qëllimi atëherë i ndërprerjes investimeve? Cili është qëllimi i ndërprerjes së këtyre 7 miliard? Firma centrale na. Po? Po i kanë ndërprerë klasifikimin e Kosovës që me hi në umbrellën amerikane gaz shumë të lirë, energji shumë të lirë ka ndërprerë Albin Kurti. Me faktin që i kurat miqve tonë, atëherë nën tokë ka bashkëpunue me djemë të ishtë generalve Serb dhe Trankovicit që na shesin rrim në riciklim dhe transmitim drejt Kosovës që i paguim 1 miliard. Vend që mu furnizua me rrim pesh Shqipërije. E kemi në linin e paguar nga Gjermania, është investuar, është në funksion, kjo i ka kthye dyrt, i ka kthye krye raportet me Shtetet e Bashkuara për me hinë në mbrellën ekonomike serbe. Po. E kuptoj. Sa ke çuditshme, një pyetje ndoshta. Kjo është ajo që një pyetje të fundit zoti Fredi. Zoti Nezhmi. Për sa i përket e fundit se edhe bateria po marrëzohet. Po. Për sa i një pyetje për cilën ne do bëjmë një emision të veçantë, kemi biseduar me zotin Guri, për sa i përket të ashtu quajturit proces të pasivizimit të adresave në Medvegje Bujanovsk, që ata persona po zhduken nga na listat, nuk po ekzistojnë më. Si e gjykoni këtë proces? Po unë e gjykoj kështu, me nguti po e thëmë, që 40 vjetë banorët e Preshevës, ju do të me ditë nga Shqipëria, se Presheva Bujanovsi Medvegja kanë pas edhe konvikt shkolla të mesme në gjuhën Shqipe prej vitit 1971.
kanë pas gjimnaze, shkolla, kanë pas jetë, ashtu si kanë pas edhe jetë në Kosovë. Krejt profesorët e Kosovës kanë dhonë mësim atje dhe janë emancipuar shkollue. Fajtor janë banor që janë shpërngulje, janë ardhë në Voqitërnën, janë ardhë për shamë fush Kosovë dhe në Gjilan. Ata janë shpërngull me dëshirë, kërkush si ka shpërngull me dhunë. Dhe i kanë lonë tokat dhe pronat i kanë dhonë thatë. Normalisht si pronarë Serbia zgudzën mi shpërngull.